e mbijetoj, po këta e vranë. A i 17 vjeç ka qenë. Unë sot nuk u gëzova. Ta të në tunë të më vrasin edhe mu. Po Zoti është i madh, edhe nuk ka forë që i mposh shqiptarët e Maqedonisë. Se unë punoj me zemër, ta provon të mvrasin komandantin e batalionit të policisë ushtarake Belgjir Hasani. Deshi Zotit mbijetoj, dy lufta i mbijetoj. Kjo është fitore e shqiptarëve se unë nuk du nonat të qaj. Po edhe ku mësu shumë. Se duhet t'i shofim gjonat shumë më mirë duhet t'i shofim, se si t'i quen proceset për para. Populli na dën. Unë falenderoj shumë për gjithë përkrahjen që ju keni dhënë. Kjo është fitore e juja. Djalin Naser Ajvazin, baba i Naserit, prej burgu thot, mos e shtinin dhe djalin parë komandanti i ti. 1 orë gjenozja ka njët mbi torë. Masi kom shku unë është varros. Prej burgu e thirë Haraqinën, thot të gjithë thot për një të dilni, të nimojmë luftën, të nimojmë fitoren. Haraqina sot ka dalë 80%. 4.000 vota kanë dhonë për bashkimin demokratik, për integrim. Kanë dhonë për demokracinë kanë dhonë. Që mos përsëritet një qershori. Këta janë sakrificat mëdha të popullit tonë. Andaj, kjo fitore u takon të gjithë juve, gjithat përkrahje që 1 muaj që e jepni. Me të gjithë sa ato mundësi që ju i keni pas. Është fitore e shqiptarëve, është fitore e gjithë patriotëve. Dhe unë do përpiqem që shqiptarët e Maqedonisë dhe të rajonit, Shqipënia e Kosovë, asnjëherë mos shgënjehen me punën time. Jemi përcaktuar për çështjen kombëtare shqiptare dhe deri në fund do t'i shkojmë, sepse kemi përkrahjen e gjithë.